universit i dhurova trëndafila, nuk e prita se më dhuron dhimbje. Kalova faza jete, beteja Antraktiku, Ersir e pata ditën, natën edhe jetën. Me shpirt u mundova ta shëroj veten. S'di sa her buz zingonës, sa i madh dëshprimi. Isha buz vet vrasjes, 28 vite tundimi. Shoku e ngriti zanin, a ka vujt dikush më shumë se Fejz Demiri. M'ka marr malli për dritën, qoft edhe fund tuneli. Përse o njeri bën gjëra që ty nuk të kanë hije, përse merresh me diçka që nuk të sjell kurfar dobije, përse çdo ditë të tutje ka punët e liga shkon, përse hum veten edhe tjetrit të keqen ja imponon. Përse nuk e shmon të mirën, përse vlerave nuk ja din rëndësinë, qysh e shëlmon njeriu të mirën e të keqen e ka përdin. Qysh bro Allah stërprohesh kur të këqija bën çdo ditë, mos ndoshta nuk të brejnë ndërgjegja, mos ndoshta të mungon edukata, mos ndoshta s'ke respekt as ndaj të afërmit të tu, familja në vend që të mburret me ty ka turp edhe të dalë në rrugë. Po ta them mirësisht, një gjë për ty o vëlla, nga rrugët e këqija sukses për ty nuk ka. Beso, je duke humbur, për tyre s'ke dobi, nuk je i vetëm që do të pendohesh, sikur edhe çdo i ri. Kam dëshirë të të shoh përpara, beso që ma bën qefin. Unë nuk dua të të shoh të shgënjur, as të të shtuar o vëlla, familjen me çdo të keqe je duke përmbytur, a nuk ndihen ata keq për djalin që më mund të kanë rritur. Ata bën për ty më shumë se për veten, ata e lanë veten keq, ty ta sigurojnë jetën. Atyre nga kujdesi për ty, shpesh si zuri as gjumi. Ata shkrin veten për ty. Beso këtë gjë vëlla, me çdo punë të ligë një varr në zemër ja ke bë. Të lutem përmirësohu, rrugëve të këqija më largu, bëu pozitivist, ndiqë suksesin që do për të arritur, e mira nuk do të mungoj, sidomos ata që i duhet. Është me dedikim kjo? Kjo është në dedikim për tri tonë që po marr me gjona pozitive, një mesazh që Milan rrugë të vrarë, dhe më marr me gjona që na sjellin pozitivitet, me gjona që në qynë për para dhe kemi një të ardhme të ndritur. Mirë Fejz, dim që jo veç Kosovë, ndoshta në botë, në ditë sotit është problem me mbijetu veç me poezi. Ju gjithashtu jeni edhe studenti i psikologjisë, jeni duke studiuar në Prishtinë. Ku është Fejza në të ardhmen vetën? Mas shumë